إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل ونسألك الثبات على الحق حتى نلقاك وأنت علينا راضي. Mësimin e kaluar folëm për kapitullin me temë akidja, pra besimi i palës së shpëtuar dhe të ndihmuar rreth sahabëve, shokëve të nderuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot do të flasim për kapitullin me temë i'tiqadu afdaliyati al-quruni al-thalatha al-ula. Besimi i tyre në përparësinë dhe meritën dhe vlerën që kanë tre brezat e parë të këtij ymeti, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Thot Sheikhu Ahmed al-Najmi, Allahu mëshiroft, ata dhe ne thot: "Wa ta'taqidu at-ta'ifatu al-mansura فضل القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله من خير الناس قال وأجاب خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته." Thot autori, Allah mëshiroft, grupi i shpëtuar dhe i ndihmuar beson në përparësinë dhe vlerën dhe mirësinë e tre brezave, pra tre gjeneratave të parë të këtij ymeti ndaj pjesës tjetër të ymetit. Kjo bazuar në fjalën e pejgamberit alayhis salam kur u pyet: "O i dërguari i Allahut, cilët janë njerëzit më të mirë ose më të mirët e njerëzve?" Ai u përgjigj: "Njerëzit më të mirë janë brezi im, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre." Siç e dëgjojmë në arabisht, pastaj do të vinë njerëz që dëshmia e njërit prej tyre do t'i paraprit betimit të tij dhe betimi i tij dëshmisë së tij. Dhe ky është hadithi i saktë, pra kur është pyetur cilët janë njerëzit më të mirë. Kurse hadithi i dobët që ka dobësuar Sheikh Al-Albani dhe shumë dietar të tjerë, kur është pyetur cilët janë men khairul quruni, ka thënë khairul qurun qarni. Pra kush janë brezat apo gjeneratat më të mira. Kjo me fjalën brezat është i dobët. Ai është pyetur men khairun nasi, cilët janë njerëzit më të mirë, dhe e dëgjuam hadithin. Dhe kjo është pra dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila i shtohet ajeteve të shumta dhe të shumë numërta, ku Allahu subhanahu wa taala flet për gjeneratat e para, ata që pranon islamin të parët, pastaj ata që emigruan të parët prej muhaxhirëve, dhe pjesa tjetër e sahabëve, pastaj tabiinët, etbau tabiinët, dhe kështu vazhdojnë imamlarët, ehli sunnat dhe xhamati, dietarët e hadithit. Thot Sheikhu: "Inna al-wajiba ala kulli muslim an ya'uda ila fahmi as-sahaba." Pra, si dhe fiqhu i Sheikhut, duke qenë që këta tre breza janë më të mirët, më me vlerë dhe më afër burimit të shpalljes së dy teksteve të Kuranit dhe Sunetit, atëherë çfarë? Thot Sheikhu, kështu është obligim që çdo musliman dhe muslimane duhet të kthehet te kuptimi i fesë që kanë pasur shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra mirë, pranuam çfarë afdalietahum
khiyaratahum, me pranuam që janë më të mirët dhe më me vlerë dhe më me pozitë. Pra shife kush është kuptimi? Se shumë njerëz, prej njerëzve të epsheve, të bidatit dhe të tekave dhe të humbjes dhe të përçarjes, flasin për sahabët. Dhe të projnë dhe me histori të paqëna, me hadithe dobta të trilluara dhe me ethere të paqëna. Disa i lavdrojnë dhe të projnë mbi ta. Dhe disa çfarë bien dhe i ofendojnë dhe i shajnë ata. Ne jemi mesatar. Pra as i lavdrojmë së tepërmi duke i shenjtëruar, duke i bërë të pagabueshëm, dhe as çfarë nuk i shajmë dhe nuk e ofendojmë dhe nuk i afrohemi nderit dhe pozitës tyre me gjuhët tona, por se i frenojmë gjuhët tona, edhe në konfliktin që ka ndodhur mes disa prej tyre. Por se kush është qëllimi që çfarë thot Allahu lartësuar në Kur'anin Fisnik, thot fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq wa sayakfikahum Allah wa huwa samiul alim. Pra Allahu lartësuar thot, e nëse njerëzit pasqysh do të besojnë me atë që ti o pejgamber dhe shokët e tu keni besuar, pra do të besojnë me akidën tuaj, me menhexhin tuaj, me adhurimet tuaj, pra do ndjekin shëmën tuaj, thot faqad ihtadaw. Ata janë të drejtë udhëzuar. Fa in tawallaw, e nëse i kthejnë shpinës, i kthejnë shpinën çfarë? Akidës tuaj, pra besimit tuaj, adhurimet tuaja, menhexhit tuaj, fa innama hum fi shiqaq, vërtet ata do të jenë në përçarje. Dhe larg rrugës së vërtetë. Dhe ajo është ka ndodhur sot. E dëgjojmë që i përmendin sahabët, edhe mbajnë hutbe pafund rreth sahabëve, por se ku janë ata me kuptimin e sahabëve, ku janë ata me akidën e sahabëve. Ndaj kujdes mos u mashtroni. Dëgjoni njëri që flet non stop historitë e pejgamberëve, historitë e sahabëve, kur vjen çështja te kthimi ke sahabët, ai kthen shpinën në kthimin e sahabëve dhe fillon edhe na shet çfarë metodologjinë dhe menhexhin e tij të importuar, të devijuar, të rrezikshëm. Kujdes pra mos u mashtroni nga parullat ose nga epitetet apo nga emërtimet. Kjo është shumë e rëndësishme. Thot shiku, pra çdo musliman është i detyruar të kthehet te kuptimi i fesë që kanë pasur shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, për tekstet fetare. Pastaj te kuptimi i dietarëve nga tabiinët, që mësuan prej sahabëve, pra pasuesit dhe nxënësit dhe shoqëruesit e sahabëve. Pastaj te kuptimi i dietarëve nga brezi që i ndoqën ata, të bau tabiinët, edhe më pas tek dietarët e hadithit në çdo kohë. Shesh insiston ke dietarët e hadithit në çdo kohë, sepse ata janë që përmenden në fjalën e Allahut lartësuar ku thot në surën An-Nisa, thot Allahu lartësuar: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Thot i lartësuar në këtë ajet sipas kuptimit, e kush e kundërshton të dërguarin pasi që është sqaruar atij udhëzimi sakt dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, pra rruga e pejgamberit dhe besimtarëve, ehl sunne wal jamaa. Çfarë? Ne do ta lëmë në atë që ka zgjedhur dhe do ta hedhim në zjarrin e xhenemit, e sa përfundimi i keq është ai. Vjen një djalosh në kohën e Ebu Hanifës, Allahu mëshiroft, i thot: "O imam, cilat janë burimet e fesë, pra nga ta marr fen? Ku duhet të kthehem në mësimin e fesë tonë të përsosur islame?" I thot: "Kurani, suneti dhe ixhmaja e selefëve." Pastaj ka ardhur më pas dhe qiyasi i pranuar. I thot djaloshi: "Kurani dhe suneti thot kemi shumë tekste. Ku e gjetë thot ixhman?" O mendua imami aty për aty, nuk i erdhi ndonjë argument i drejt për drejt. I thot: "Do t'jap thot 48 orë. Sfidisht. Nëse më sjell një argument nga Kurani dhe Suneti, pranoj. Nëse jo, pendohu se ke fol domethënë pa argument, nga vetja." Thuhet që është mbyllur Ebu Hanifa 48 orë në shtëpi, duke u falur, duke kërkuar Allahut çfarë ndryshim dhe orientim, edhe ka dalë edhe është argumentuar me këtë ajet: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina ay sabili as-sahaba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Pra kush e kundërshton dërguarin pasi që është sqaruar atij udhëzimi
dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo besimtarëve. Ka ardhur në tefsirin e gjithë dietarëve, gjithë komentuesve, qoftë e hershëm, qoftë atyre të mëvonshëm, se sebilul mu'minin, rruga e udha, shtegu i besimtarëve, është udha e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra për çdo gjë duhet të kthehemi tek ata. Ata janë që e mësuan fen nga pejgamberi sallam, e zbatuan dhe na e përcollën me besnikëri dhe besueshmëri të lartë dhe me precizitet të lartë. Të gjithë çfarë janë? Thiqatun, udulun e imme. Janë të besueshëm, të drejtë dhe kanë qenë të gjithë të vlefshëm për të qenë imam. Nëse s'do të ishte Abu Bekri, do të ishte një tjetër me radhë. Por se 4 kalifët që ata përzgjodhen për muslimanët, a ishte Abu Bekri, Omari, Uthmani dhe Aliu. Kjo është për shkallëzimi dhe më pas vazhdon rrjedha e drejtuesve të muslimanëve në çdo kohë. Prandaj thot shehu, çdo komentimi i Kuranit ose shpjegimi i sunetit që nuk është transmetuar nga sahabët ose nga dietarët e hadithit pas tyre, është i pavlefshëm dhe nuk lejohet të merret e të bazohesh në të. Pra është devijim dhe humbje. Prandaj kur mësojmë në lëmin e dijes së tefsirit, usul tefsir, çfarë na mësojnë dietarët dhe shejkhat tanë se tefsiri i ka 4 grada. 4 gradat e arta të tefsirit janë tefsiri një ajeti kuranor me një ajet tjetër. Kjo është grada më e lartë e tefsirit Kuranit. Pastaj është tefsiri i ajeteve me hadithin dhe saktat e pejgamberit selam. Pastaj është tefsiri i ajeteve me fjalët e sahabëve, tabiinëve dhe të tabiinëve. Pastaj vjen tefsiri i ajeteve të Kuranit me gjuhën e pastër arabe dhe të arabëve të vjetshëm të hershëm mosisht, kohën e xhelietit. Pra në kohën ku ka zbritur Kurani, sepse ata ishin çfarë arab, që ishin aqhah, të kulluar, kishin gjuhën e pastër. Dhe erdhi Kurani me gjuhën e tyre të pastër ti sfidoi ata që të sillnin çfarë disa sure të ngjashme me të, apo një sure të ngjashme me të, apo 10 ajete të ngjashme me të, apo një ajet të ngjashme me të, dhe nuk mundën dhe nuk kanë pasur kushtësi mundësi që ta sfidojnë të Kur'an, sepse tanzilu min hakimin hamid. Ai është i shpallur e zbritur nga i përsosin urësi edhe i gjithë lavdëruari subhanahu wa ta'ala. Kur u pyet Imam Ahmed ibn Hanbal, imami i Ahlus Sunnah wal Jamaat, Allahu mëshiroft, për grupin e shtuar rreth hadithit që thotë la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Ndaj dhe shehu i ka titulluar të libër çfarë? At-ta'ifatu najia al-mansura. Nuk do të pushoj së rreshtri, pra se ekzistuar thotë një grup nga ummeti im, çfarë triumfues dhe fitimtar në të vërtetën. Është pyetur Imam Ahmedi, kush janë kjo palë, ky grup, kjo bashkësi njerëzish? Ai ka thënë, Allahu mëshiroft, nëse nuk janë pasuesit dhe dietarët e hadithit, nuk e di se kush janë ata. Pra, sepse janë ata që janë të lidhur me transmetimet, me gjurmët, me hadithet dhe saktat që ka lënë pejgamberi selam, shokët e tij dhe shokët e tij kanë pasuar umedit me besnikëri dhe me besueshmëri të lartë. Besimi më pas vazhdon tema tjetër, që quhet i'tiqadum fi na'imi al-qabri wa 'adhabihi. Besimi i tyre rreth çfarë? Kënaqësisë pra shpërblimit dhe dënimit në varr. Siç ka ardhur në hadith, e pastaj shehu sqaron që ka pak dobësi ky hadith, por se këtu është argumentuar me të, sepse ka thotë, siç do ta dëgjojmë, se profeti alayhis salam ka thënë, hadithi është i dobët, po përlajmëroj, al-qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar. Thuhet se ka thënë pejgamberi selam, vari është një kopsht nga kopshtet e xhenetit ose një grop nga gropat e zjarrit. Edhe selefët e kanë pas përdorur këtë si dua, tek duaja e xhenazes, çfarë thoshin? O Allah, ndër të tjera, Allahumma ighfir lahu warhamhu, o Allah falë mëshiroj me radh. Thoshin e bëje varin e tij kopsht prej kopshteve të xhenetit dhe mos e bëj atë grop prej gropave të zjarrit. Pra tham, është transmetuar se pejgamberi selam ka thënë, vari është një kopsht nga kopshtet e xhenetit ose një grop nga gropat e zjarrit. Thotë shehu, megjithatë, ky hadith me këtë formulim, me këtë tekst ka dobësi. Ai është transmetuar nga Tirmidhi, nga rruga e Al-Atiya Al-Aufi, i cili është i dobët
në transmetim. Po ashtu ka ardhur në librin Majma' az-Zawaid dhe e atribuohet Tabaraniut në librin e tij Al-Awsat. Imam Tabaraniu ka 3 libra, ka shumë libra, po ndërto ka çfarë përmbledhja e madhe, e mesme dhe e vogël. Dhe Tabaraniu aty thot, në isnad gjendet Muhammad ibn Ayub ibn Suwaidi dhe ai ishte i dobët në transmetim. Thot Sheikhu Ahmed an-Najmi Allahu mëshiroft, megjithatë nga ana e kuptimit, pra kuptimin e ka të mirë, këtë e përforcojnë shumë hadithe të tjera të sakta. Teksti thot i hadithit është përcjell nga Muhammad ibn Ahmed ibn Madawi rahimahullah, që transmeton nga Al-Qasim ibn al-Hakim al-Arabi, i cili transmeton nga Ubaydullah ibn al-Walid al-Wassafi, nga Atije, nga Ebu Said. Edhe këtu qëndron kleshka, ke ky Ebu Said, siç do ta dëgjojmë, që ka thënë dhe thot hyri dërguari sallallahu alaihi wasallam në musallen e tij. Hadithi që përcjell Tirmidhiu, që dëgjojmë pak më parë, nga Abu Said al-Khudri, Allahu që di kënaqur me të, se pejgamberi selam kur hyri në musallen në vendfaljen e tij, thot pa disa njerëz që po qeshnin. Pra qeshje ku duken dhëmët, po qeshnin, pra jo qeshje mesatare dhe lejuar për besimtarët, por se po qeshnin me të madhe. Ai u tha atyre: "Ah, si kur të shtonit për mendjen e shkatëruesit të kënaqësive vdekjes, do t'ju pegonte nga ajo që sot tek ju." Pra nga e qeshura e madhe. Prandaj përmendeni shpesh, akthar min dhikr hadhimi ladhat, përmendeni shpesh shkatëruesin e kënaqësive vdekjen, sepse nuk kalon ditë mbi varr pa folur vari. I flet varit shokut të tij dhe i thot: "Un jam shtëpia e vetmis." Shive përgatitur për këtë ditë, "Un jam shtëpia e vetmis, un jam shtëpia e huajsis, je i huaj, un jam shtëpia e dheut, un jam shtëpia e krimbave." Tu do të hysh i vetëm. As pasuri, as nona, as baba, as gruaja, as fëmijët, asnjë nuk të shoqëron. Vetëm punët e tua të mira apo të liga. Pra shtëpia e vetmis, e huajsis, shtëpia e dheut dhe shtëpia e krimbave. E kur varoset një rob besimtar, vari i thot atij: "Mirë se erdhe dhe je i mirë pritur tek unë. Ti ishe më i dashuri për mua nga ata që ecën mbi shpinën time", pra mbi faqen e dheut. "Mbi shpinën time për tek unë. Tani që të kam marrë në dorëzim, do të shohësh se çfarë do të bëj me ty." Është si ariq dhe myshde. Thot atëherë i zgjerohet atij vari sa largësia e shikimit me del basar dhe i hapet një derë për në xhennet. Shikon vendin e tij, kjo që sa hyn në varë, pasi që ka kaluar ato 3 pyetjet e varit. Kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është dërguari yt. Dhe thuhet që i zgjerohet vari 70 para krah, për 70 para krah. Dhe i hapet një derë për në xhenet ku shikon bukurinë e xhenetit, ndjen aromën e tij dhe ky thot: "Allahumma aqim as-sa'a", në transmetime sakta. O Allah, bëje kiametin. Tani i thuhet: "Fli. Bëj gjumin e atij që pret ta zgjoj më i dashuri i njerëzve." Ky është për besimtarin. Allah na bëj prej tyre. E nëse varoset, thot vazhdimi i transmetimit, një rob i lig apo jo besimtar, vari thot atij: "S'ka mirëseardhje as mikpritje për ty." As të varr nuk gjen qetësi. Ai që s'ka gjetë qetësim në përmendjen e Allahut dhe në adhurimin e tij në dynja, dhe i thot: "Ti ishe më i urryeri për mua nga ata që ecën mbi shpinën time drejt meje", pra drejt varit. "Tani që më je dorëzuar, do të shohësh se çfarë do të bëj me ty." Pastaj vazhdon transmetimi: "Atëherë vari shtrëngohet aq fort sa që i ndërthuren fort brinjët." Dhe i dërguari sallallahu alajhi wasallam çfarë tregoi me gishtat e tij duke i futur njërin te tjetri. Pra, kështu, siç i ndërthuri gishtat. Allahu na ruajt. Dhe thot: "Dhe Allahu cakton për të mbi të 70
gjarprin zjarri, quhet tinin. Nëse vetëm njëri prej tyre do të frynte mbi tokë, nuk do të mbinte asgjë në të, për aq kohë sa të ekzistonte kjo botë. Gjarprin prej zjarri. 99 të tillë ka, ke koka. Ata e kafshojnë dhe gërvishin derisa të bëhet pra llogaria. Allahu akbar. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vërtet vari është një kop prej kopshëve të xhenetit ose një grop nga gropat e zjarrit. Thot Ebu Isa Tirmidhi, Imam Tirmidhi, Allah më shëroft, në vijim për këtë hadithi thot, ky hadith është i mirë, quhet hasanun gharib dhe i huaj. Nuk e jojmë atë verse nga ky transmetim. Sheikh Al-Albani, Allah më shëroft, thot e përmendshëm Ahmed An-Nejmi, ka thënë në librin e tij Dhaifu Sunna At-Tirmidhi, në faqen 239, hadithi është shumë i dobët. Gjithashtu mund shikosh në silsilat dhaifa. Mirë po, thot Sheikhu Ahmed An-Nejmi, fjalia shkatëruesi që quhet hedhimu ledhet i kënaqësive është e saktë. Unë them, thot Ahmed An-Nejmi, ky atije i cili ndodhet në zinxhirin e transmetimit të këtij hadithi është shumë i dobët. Ku qëndron dobësia ti dëgjoje. Ai jepte përparësi Aliut radhiyallahu ta'ala anhu mbi të gjithë kalifët që kanë paraprirë të drejtë, Allah që të kënaqë me gjithë ata, dhe shoqëroi mes Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu. Kur ky vdiq, pra kur vdiq Ebu Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, transmetues i madh i haditheve dhe i besueshëm sigurisht, ai filloi të rinte me një njeri që quhej El-Kelbi, të cilin e quante Ebu Said, sikur Ebu Said al-Khudri nga i cili transmeton sigurisht hadithe sakta nga sahabiu. Dhe kur e pyesin kush të tregoj, pra kush i ka transmetuar, ai thoshte më tregoi Ebu Saidi. Duke i lënë ata të kuptonin se ishte sahabiu i njohur Ebu Said al-Khudri, ndërkohë që ai kishte për qëllim El-Kelbiun, që kishte nofkën, edhe ai Ebu Said. Pra ky është një mashtrim i madh, edhe telbisun kebir. Allahu na ruaj. Prandaj çfarë tham që është i dobët dhe transmetimet e tija janë shumë të dobta. Porse prandaj është çfarë merita dhe mirësia dhe vlera e dietarëve të hadithit. Nëse unë e ti ta lexonim të hadith vetëm, do e mendim edhe janë dietarë të hadithit që lodhen natën dhe ditën çfarë në tasfie, o tanqie, pra në pastrimin dhe kullimin dhe vlerësimin e haditheve të sakta dhe fes sakt nga ajo që ka hyrë në librat e hadithit edhe sigurisht në diturit islame nga armiqtë e islamit, qoftë me dashje, qoftë edhe pa dashje. Ka thënë Ebu Ja'far al-Tahawi, rahmetullahi alej, e njohim Ebu Ja'far al-Tahawi është ai që ka shkruar librin El-Aqidatu Tahawiyya, ka thënë Allahu më shiroft, kjo pjesë më kishte rënë prej librit, ndaj u ktheva dhe ka thënë në librin e tij Aqida e Tahawiyut janë transmetuar shumë lajme nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vërtetësinë e dënimit dhe shpërblimit në varr për ata që e meritojnë. Kush meriton shpërblimin, ka shpërblim dhe naim, kush meriton dëshkimin atë që ka merituar, dhe për pyetjen e dy melekëve, kujdes nga ata njerëz që mohojnë naim al-qabr dhe adhab al-qabr. Pa mirësinë dhe shpërblimin e varrit apo ndëshkimin e varr janë prej grupeve të humbura dhe të devijuara, janë kryesisht Mu'tazile ose Jahmije. Japë përparësi çfarë? Logjikës përpara teksteve. Logjika e tyre e cekët edhe e smur nuk arrin të perceptoj që si robi ka shpërblim e ndëshkim varr. Këto janë çështje gajbi. Kanë ardhur ajete që flasin për shpërblimin e ndëshkimin varr dhe kanë ardhur hadithe të shumta mutawatira. Ndaj kujdes nëse dëgjon njerëz që e mohojnë shpërblimin dhe mirësinë e varrit apo ndëshkimin e tij. Prandaj thot Sheikhu Ebu Ja'far al-Tahawi, Allahu mëshiroft, është obligim të besohet në vërtetësinë e kësaj dhe të besohet në të, ama pa folur rreth mënyrës se si, vetëm nëse ka hadithe sakta dhe drejt për drejta dhe të qarta, sepse mendja nuk ka mundësi të arrijë tek mënyra se si. Si do të jetë kjo? Si u zgjero ka varri? Po të hapim ne e shohim thon ato mendjet e tyre smura. E shohim
a i vari me ato për masat, ku jo zgjeru vari këti? A di tjeli ku i ngushtu vari? Ku godit ky me topuza prej hekuri? Ku janë këto 99 gjarprint? Ku bë gropë, e tjera. Kjo quhet hajet berzakhia, është ghaib. Është hajeta e berzakhut. Kemi perde, ne nuk i shohim ata nuk na shohin ne. Si nuk shohim çfarë? Gjinët, si nuk shohim melejket. Duhet besojmë. Është prej besimit alladhina yu'minuna bil ghaib. Dhe jeta e vareve është pjesë e ghaibit. Ne duhet besojmë se na ka urdhëruar Allah, na ka lajmëruar Allah në Kur'an dhe pejgamberi selam na di dhe sakta. Kjo është akide e selefëve, për çështjet e ghaibit dhe flasim për çështjet e varit. Thonë sepse mendja nuk ka mundësi të arrijë tek mënyra se si, el kejfije. Pse thot? Pasi që nuk ka përvojë të tillë në këtë botë. Se mendja çfarë bën? Ose krahason me atë që ka parë dhe atë që ka perceptuar në dynja, ose diçka që nuk e ka parë, çfarë s'mund të flasësh. Dhe sheriati nuk vjen me gjëra që janë të pamundura, thot Tahawi, Allah më shërof për mendjen, por vjen me gjëra që mendja mbetet pa përgjigje para tyre. Dhe përgjigjet më i gjejmë në hadithet e sakta dhe çfarë themi? Semi'na wa ata'na, dëgjojmë dhe u bindëm. Kur ka tekste flasim. Prandaj dietarët kur pyeten për çështje të tilla, ndalen këto tekstet dhe nuk hyn në atë sharh al-kayfiyya, tek shpjegimi apo sqarimi i mënyrës se si. Pse? Sepse janë çështje gajfi. Barakallahu fikum. Pra mbaroj fjala e Tahawit sa i përket pra kësaj pjese që ishte çfarë? Naim al-qabr wa adhab al-qabr, që është për akidës e Ahli Sunnetit dhe Xhamati. Pra kujdes. Kemi thënë që Mu'tazilet dhe të ngjashëm me ta janë ata që japi përparësi çfarë? Logjikës përpara teksteve. Dhe arrin që me logjikën e tyre të smursh dhe të mangët të refuzojnë dhe të mohojnë dhe mos pranojnë hadithe të sakta që gjenden në Buhari dhe në Muslim. Pse thot logjika thot është ndoshta nuk i pranon. Hadithe sakta në Buhari dhe në Muslim që ka çfarë? Është ka unanimitet në umet që libri më i saktë i shkruar për njerëzve nga është Buhariu, i saktë i Buhariut, pastaj i saktë i Muslimit, pastaj vijnë librat e tjerë të Sunetit. Tema tjetër ose në kapitullin tjetër është i'tiqaduhum fil ba'thi wan nushur. Pra besimi i tyre për ditën e çfarë? Ringjalljes dhe pra dalje nga varet, ringjallja për të dhënë llogari. Thot Sheikhu, وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتدنو الشمس منهم ويسحرهم العرق فيلتمس المؤمنون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم فكلهم يأباها حتى تصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم فيشفع في فصل القضاء. Thot Sheikhu, dhe beson grupi i shpëtuar dhe i ndihmuar se Allahu i ringjall ata që janë në varë dhe i tubon ata për ditën e Kiametit dhe të llogarisë dhe të shpërblimit. Thot dielli u afrohet dhe i djeg ata djersa. Besimtarët në këtë kohë, kjo ditë zgjat 50.000 vjet. Dielli afër kokave tona, të gjithë jemi të zhveshur dhe të pabërë sunet. Thot nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala, o i dërguar Allahut, burra dhe gra në një vend të bimë vetëm, të më thënë lakuriq, shohim me urrëtin e një tjetrit, thot o Aish, lahtaria dhe frika dhe tmerri dhe situata është më e madhe se kjo. Pra s'ka mend njeriu atë ditë me pa auretet e të tjerëve. Të gjitha ditë thonë nefsi. Do shpëtoj shpirtin e tij, veten e tij nga zjarri, lahtari, tmerri, madh.
O të ranë nëse sukara, o ma hum bi sukara, o lakin adhab Allah shadid. Në surën Al-Hajj, Allah lërsuar, flet dhe përshkruan këtë ditë. Dhe do të shikosh njerëzit thot të dehur, por sa ata nuk janë të dehur, vetëm se ndëshkimi i Allahut është i ashpër. Gruaja gjithënse do ta flaki foshin që jep gji, dhe gruaja shtazën do ta humbasi, do ta dështoj fëmijën. I riu do të thinjet. Kjo është dita e llahtaris, dita e tmerrit, dita e frikës. Prandaj duhet përgatitemi për këtë ditë. Duke filluar nga besimi, akidja e saktë në çfarë do ndodhi atë ditë. Thot besimtarët kërkojnë ndërmjesimin shefa'an. Shkojnë tek Ademi alayhis salam, hadithi i gjatë i shefa'atit. Edhe këtë e mohojnë. Këta mu'tazilet e të ngjashme me ta. Pastaj shkojnë tek ulul azmi pas tij, shkojnë ke Nuh alayhis salam. Ai dërgon ke Ibrahim alayhis salam. Të gjithë çfarë? E largojnë nga vetja dhe përmendin në një gabim që kanë pas, thot unë kam gabuar, thot me një gabim që nuk ka gabuar askush për me dhe kanë frikë se Allah do më dëshkojë. Pra shive dhe pejgamberët nuk janë të sigurt derisa të hynë xhenet nga zemrimi me dëshkimin e Allahut subhanahu wa taala atë ditë. Çfarë të merri, çfarë llahtarie, s'ka garanci askush. Të gjitha ata refuzojnë atë derisa ajo pra shefaati shkon profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot unë jam për të, unë jam për të. Allahu akbar. Dhe ai ndërmjetëson për të filluar gjykimin. Ky është çfarë? Ash-shafa'a është ndërmjetësimi i madh që të filloj dhënia e llogari. Pra njerëzit thonë, le të filloj llogaria, pasi të jetë. S'po kërkojnë shefaat për të hyrë në xhenet apo jo. Thjesht filloi llogaria, 50.000 vjet. Por se elhamdulillah, sahabët pyetën, o dërguar Allah, ku do të jenë besimtarët atë ditë? Tha do të jenë, tha, në përfrone, në për mimbere prej drite. Edhe u bëjnë hije çfarë? Veprat e tyre të mira. Dikujt i bën hije sadakaja e tij, dikujt i bën bamirësia ka prindërve, dikujt i bën hije çfarë? Kur'ani, dikujt i bën hije agjërimi. Po për mësaram çfarë? Kur'ani dhe agjërimi do të ndërmjetësojnë, do të kërkojnë ndërmjetësim për shokun e tyre ditën e llogarisë. Do thot Kurani, o Allah, unë e prirova nga gjumi i natës. Më jep mundësi ndërmjetësoj për të, do të jepet mundësi për ndërmjetësim. Do thot agjërimi, o Allah, e pengova nga ushqimi, pije, bashorte dhe shumë punë tjera të ditës. Më bëj ndërmjetësues për të, do të bëhet ndërmjetësues. Ndaj ta shtojmë agjërimin, sigurisht mas farzeve, atë agjërimin nafile, ta shtojmë dhe namazin natës, se namazin natës çfarë është? Pra leximin e Kuranit natës, ku njerëzit flen gjumë. Usallu bil-lejli u nasu nijem, të dhulun al-jannata bis-salam. Falu natën ku njerëzit flen gjumë, do të hynë në xhenet me selam. Pa nuk do të prit thosh këto. Djegjen e diellit. Dhe në hadith e ka ardhur se duke qenë që dielli është aq afër dhe i djeg djersa çfarë, ka njerëz që djersa u arrin deri te kyçet e këmbëve. Të tjerë deri ke gjuri, të tjerë deri ke mes, të tjerë natojnë në djers. Pra besimtarët atë ditë janë në mimbere prej drite. Allah në bëf prej tyre. Ose ato 7-4 personave do të jenë në hijen e arshit Rahmanit, ditën që nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit ti. Pra ti lexojmë këto hadithe dhe punojmë me punët e këtyre njerëzve. Do të pajisem me cilësitë e këtyre njerëzve, që të jemi prej tyre. Pra e para duhet i besojmë që janë hak, dhe e dyta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbahu bil kirami falahum. Përgjasojmë me ta, që të shpëtojmë sikur kush ishin ata 7 kategorit, imami i drejt, i riu që e kaloi rinin në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, 2 vetë që janë dashur për Allahut, për adhërti janë bashkuar dhe për adhërti janë larguar. Një i ri që e ftoi atë një grua me pozitë dhe tepër e bukur, pra i dha veten për immoralitet, ai thoni frikësojm Allahu Zotit të botrave. Një njeri që e përkujton Allahun i vetëm në vetmi, kur njerëzit janë preokupuar me dynjan edhe me nga rendjen e shpendur për të, fadhat aynahu, i lotojnë syt. Pra deri në fund të këtij hadithi. Dhe dëgjuam pra që pejgamberi selam çfarë
La ilaha illallah. Do të jepet shefaati kur pejgamberët e tjerë çfarë largojnë nga vetja. Thonë që nuk janë merituar për të. Dhe thotë shehu dhe ky është el maqam el mahmud. Prandaj neve profeti selam na ka urdhëruar dhe na ka orientuar që mbasi dëgjojmë fjalët e muezinit dhe thirrjen e bukur të tij për namaz, për shtim, çfarë themi? Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tama wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu. Ka një shtoj innaka la tukhlifu al-mi'ad, ja bën mirë Sheikh Ibn Bazi, por se do pëson Sheikh Al-Albani. Ti nuk ke shkel premtimin. Pra, çfarë? O Allah, Zoti i kësaj thirrje të përsosur dhe namazit që do të kryhet, jepi Muhamedit al-wasila dhe al-fadila. Pra, ndërmjetësimin dhe vendin e lavdruar dhe me vlerë që ja ke premtuar, vërtet ti nuk e shkel premtimin, ky është çfarë? El maqam el mahmud, pra pozita e lavdruar që Allahu subhanahu wa taala ka premtuar atij në fjalën e tij ku thot asa yeb'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sigurisht që Zoti do të ngrejë ty në një pozitë të lavdëruar, sallallahu alaihi wasallam. Dhe është vërtetuar, thot Sheikh Ahmed al-Nejmi, Allahu mëshiroft, se ai alayhi salatu wasalam kërkon leje. Pra, din njerëzit dhe thot ana laha, çfarë ndodh në këtë moment? Kërkon leje për të ofruar tek Zoti i tij. Shkon deri poshtë arshit. Dhe i jepet leje. E kur ta shoh Zotin e tij, thot ai bie në sejdë. Për ai sa zgjat një e premte e tërsh, dita e xhuma, që ka 12 orë sigurisht. Pastaj i thuhet: O Muhammed, ja Muhammed, irfa ra'sak, wasal tu'ta, washfa tushaffa. Thot jam selam në disa transmetime, thot dhe unë thot e lavdroj, e madhroj dhe falenderoj dhe glorifikoj Zotin tim thot me dua dhe lutje dhe lavdrime që si kam përmendur ndonjëherë. Pra jepen e frymëzon Allahu dhe jep çfarë? Shprehje madhrimi dhe lavdrimi në kul. Dhe çfarë thuhet pastaj? O Muhammed, grije kokën, fol dhe do të dëgjohesh, ndërmjetëso dhe do të pranon ndërmjetësimin yt. Atëra i thot, o Zot, çfarë thot? Ymeti im. Sallallahu alaihi wasallam. Prandaj quhet ar-rahmatul musda. Pra kjo është mëshira që çfarë i dhurua atij dhe ai alayhi salam, si thot i lashuri Omer, salnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se mëshirë për l'alamin, për gjitha botrat. Ai do thot ummeti. Ndërkohë që pejgamberët para tij ulul azm çfarë thoshin? Ata thoshin nefsi, vetja ime. Dhe largonin përgjegjësinë e shefaatit nga vetja e tyre fisnik. Atëherë Allahu subhanahu wa taala urdhëron për pra ndarjen dhe vazhdimin e gjykimit, dhe ummeti i Muhamedit sallallahu është i pari që do të gjykohet mes të gjithë popujve të tjerë dhe përpara gjithë popujve të tjerë. Prandaj ai alayhi salam ka thënë: nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah. Ne jemi të fundit në këtë botë, por të parët në ditën e Kiametit. Lusë Allahun të bëj këtë mësim të dobishëm, edhe të na e pranoj atë, të bëj edhe sinqert për fytyrën e tij, edhe të na vendosi atë në peshorën e punëve dhe veprave të mira, ditën që nuk bën dobi as fëmia dhe as pasuria, përposa atij që prej nesh kthehet tek Allahu me zemër të ruajtur. Wallahu a'lam, sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.